Ne në fakt kemi ardhur që shmram, sepse organizatorët e sofrës Dukagjinit këtu kështu e kishin menduar. Prandaj edhe mram, edhe sot kemi kaluar një ditë bukur dhe kemi kujtime mjaft bukura nga kjo vizitë. Uroj që të kënaqeni edhe ju sonte, sepse do të nxitni më ardha një herë tjetër. Një përshëndetje të veçantë dhe një falënderim nga gjithë stafi i sofrës së Dukagjinit e kam për djalin e shllakut Ariol Pali, i cili sot na ka qenë do vende të bukura e na ka prit si dikur malësorët e Dukagjinit. Ju rrit ndera. Prandaj do ta përshëndes me një këngë Lule Dukagjinit nga Petrit Gjinaj. Mirëmbrëma sofra Dukagjinit, krenaria e Shqipërisë. Sinqerisht, është një njerë dhe kënaqësi e madhe që sonde jena mbledhur me festu këtë sofër për herë të parë në Saviljanat Kunjës. Du të falënderoj me këtë rast vëllezërit Botinaj, Gzim Botinën dhe Nikollën dhe të gjithë ata që mbështesin këtë sofër vit pas vitit, herë pas here në marë Europën dhe potet marë. Padyshim, krenaria e jona e sofrës është edhe presidenti Vusan Zhuri, ku kam nderin dhe kënaqësinë ta falenderoj me nxitve stafit tonë. Faleminderit. Kjo është edhe për herë. Rritë zotinerën, me të vërtet të arritin e lunashi, por sot na ke bërë njërë të madhe. Ta shtovët i berezitin, zgjidhve ju që e mbështetni për herë sofrën e Dukagjinit. Ju përshëndes, hajde maestro. Hajde, shap! Lule Dukagjinit, kur të bashkë në cokat, ma zemra një marat, i të vogël syni, shqipe Lule Dukagjinit. Jam i mërzit ka që të kasoj, për me po një qirë si ty, për kam kohën për vete me dim të janë komen, lumina nasi të me për njën. Opa, DJ Dukagjin, DJ! Zoni Marinderem, zoni to, Shreja, e sa shema. Ajde Dukagjin, ajde. Bravo! Opa! Janë e mërzit ka një të asy, për me pa një qikë si ty.
do shihna prap. Nuk mbaron me kaq. Faleminderit. Hajde.